thot mam me larguan nga shkolla. Unë po du me ndryshu, po shkolla nuk po m'lan. Ka shty profesoreshën. E përsërit vitin me 7 të dopta. Nëna e një nxënësi në Ferizaj është e shqetësuar për suspendimin nga shkolla për 3 muaj të djalit të saj dhe pretendon se kjo masë disiplinore është maksimale dhe u mor pa u shterur masa tjera më të lehta. Sipas vendimit të shkollës, nxënësi është suspenduar për shkak të 61 mungesave pa arsye, 4 vrejtjeve me shkrem dhe dhunës fizike ndaj një nxënësi në klasë. Ekipi i Kallxo.com ka parë në ditarin e klasës vrejtjet me shkrem të nxënësit dhe disa nga mungesat e tij. Nga data 19 nëntor 2025, nxënësi nuk është duke vijuar mësimin alternativ në një shkollë tjetër, siç parashihet në udhëzimin administrativ 06/2014 të Ministrisë së Arsimit. Prindit thotë se 2 ditë më pas e kishte marrë vendimin e suspendimit të djalit më 21 nëntor 2025 dhe ishte ankuar në Inspektorat të Arsimit duke kërkuar që të inspektojnë trajtimin dhe vendosjen e masës ndaj djalit të saj. Datën 19-11 ju ka shqiptu masa djalit për suspendim 3 muaj, do me thonë ju ka shqiptu një masë maksimale. Pas një ore djali më thirr, shumë i shqetësuar, mam me larguan nga shkolla. Po për çfarë arsye? Thot nuk e di mam, orën e parë tha kum pas edukat fizike, e kemi kry, mandej kujdestarja e klasës, tha mbledhi senet e tua, çantën, uniformen, edhe je i suspendum për 3 muaj. Një ditë para suspendimit më 18 nëntor 2025, prindi tregoi se djali i saj kishte pasur konflikt me një nxënës në klasë. Më pas e kishte dërguar për trajtim te një psikolog klinik i cili përmes një raporti ka rekomanduar që nxënësi të mos shkojë në shkollë deri në dhjetor të këtij viti dhe gjatë kësaj kohe të transferohet në një shkollë tjetër. Për mua është shumë shqetësuese nëse ai fëmijë kishte bën një veprim se është ndi faktikisht i braktisur nga çdo gjë. Kujdestarja me datën 18 e nxjerr djalin prej klasës pa prezencën teme e ballafaqon me prindin tjetër. Me prindin e djalit pas konflikt. Po, për djalit tem, asnjëherë nuk u ka shqiptuar një vrejtje gujore, vrejtje me shkrem, suspendim për 3 ditë, pezullim, apo çka diun, ku unë si prind asnjëherë njoftime nuk ka marrë me shkrem. Inspektorati i Arsimit i ka thënë Kallxo.com se prindit më 24 nëntor 2025 janë përgjigjur që ankesën ndaj vendimit të suspendimit në realitet duhet ta bëjnë në këshill të shkollës dhe pastaj në Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional, siç e kërkon udhëzimi administrativ 06/2014. Dhe për mosvijimin e shkollimit, derisa nxënësi është i suspenduar nga shkolla, inspektorati vlerëson se drejtoria e shkollës në bashkëpunim me agjencinë, e cila është kompetente për këtë shkollë, është dashur që nxënësin ta sistemojnë në ndonjë shkollë tjetër të profilit të njëjtë. Kurse ushtruesja e detyrës së drejtoreshës shkollës tha se nxënësi për muajin shtator dhe tetor nuk e kishte ndjekur praktikën profesionale dhe kishte bërë mungesa. Deri me datën 4 të 11 që kemi pas takime, nxënësi ka pas 59 mungesa të parësyshme, ku përfshihen edhe orët e praktikës profesionale. Mirë po, kemi gjetë një marrëveshje ekipi edhe me prindin edhe me nxënësin në fjalë që mos me bëu ma mungesa edhe me qëndru në shkollë edhe me qenë i sjellshëm. Mirë po deri me datën 18 ka arrit mi bu 61 mungesa. Për muajin shtator dhe tetor nuk e ka ndjek praktikën profesionale. Instruktoria e profilit i ka dhënë mundësi për mi zaventsu këto orë. A keni marrë këto masat paraprake? Gjitha janë marrë vrejtjet gojore, vrejtjet me shkrem. Sipas saj, nxënësi kur kishte pasur konfliktin me shokun në klasë, prindi i shokut e kishte raportuar rastin në polici, të cilët më pas e kishin shoqëruar nxënësin në stacion, pasi pretendohet se kishte ikur nga policia përmes dritareve të klasës. Policia e Kosovës e ka konfirmuar se ishte raportuar rasti si ngacmim dhe me urdhër të prokurorit, nxënësi ishte intervistuar në cilësinë të dyshuarit. Rasti është ende duke u hetuar. Pse keni leju që nxënësi me pas konfrontim? Po sepse në deklaratën e prindit ja lëm përgjegjësinë kujdestarës së klasës,
të kujdeset sikur për fëmijën e vet. Për çdo mungesë prindi është njoftu, për çdo sjellje prindi është njoftu, me që kujdestarja i posedon gjitha mesazhet që ka njoftu. Para suspendimit të nxënësit, drejtoria e shkollës thuhet se kishte pasur 2 takime me prindin e tij, ku në proces verbalin e takimit të parë shkruan se ai ishte ballafaquar me ushtruesën e detyrës së drejtoreshës së shkollës. Kërkesën e prindit për transfer të fëmijës në një shkollë tjetër, ushtruesja e detyrës së drejtoreshës tha se nuk e ka pranuar as fizikisht, as përmes emailit këtë kërkesë, por e kujtoi se prindi e kishte përmendur në takimin që kishin zhvilluar më 11 nëntor 2025. Në datën 4 është në proces verbal ku djali ka konstatu edhe ka kërku pi drejtoreshës edhe pi mësimdhënësve që të trajtojnë dhe mos ta nxisin. Thot, unë po du me ndryshu, po shkolla nuk po m'lan. Pikërisht me datën 11 kom bo kërkesën për transferim, me hek djalin pi aty, nuk ma pranon, thot se transferi bohet në dhjetor. Çka keni me bo me djalin? A keni me leju me vazhdu mësimin atë? Nuk e di. Tash unë du të me trajtu prap me udhëzimet psikologut ka me shku. Sepse mbi gjitha tash është shëndeti fëmijës tam. Sipas ushtruesës së detyrës së drejtoreshës së shkollës, nxënësi fjalët "unë po dua me ndryshu, po shkolla nuk po më lan", i kishte thënë pasi kishte pasur një rast me një mësimdhënëse, e cila i kishte kërkuar ta vishte uniformën e shkollës. Rasti kishte ndodhur më 21 tetor 2025 dhe nxënësi e kishte raportuar në polici për veprën penale, keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike. Pas hetimeve, Prokuroria Themelore në Ferizaj e ka konfirmuar se rasti është mbyllur. Kur përfundon pushimi gjatë, mi pritën nxënësat me hymë brenda, edhe i ka thonë veshe mantillën edhe e ka shty profesoreshën. Për shkak nuk ka mujt me majt orën mësimore. Tu shprej para profesoreshës që unë nuk jam e sigurt se ti më ke shty, përkundrazi na i kemi video incizime të gjitha që nuk është ashtu. Është e kundërta që nxënësi e shtyn. Drejtoria e arsimit në Ferizaj nuk ishte në dijeni për masën e suspendimit ndaj nxënësit. Ata konsiderojnë se shkolla është kompetenca e Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional, por premtuan se do të interesohen t'ia mundsojnë nxënësit shkollimin në shkollë tjetër në këtë periudhë. Unë nuk e di tash edhe mosa e suspendimit si është, mbi bazën e çka të shkaktuar dhe cilat kanë qenë arsyet që u ka bëja mosë, do të jetë kogjo shkaktor, do të ketë shumë arsye të fortë për me largu fëmijën 45 vjet. Domethënë është mosa më e lashtë shqiptuar brenda shkollës që bëhet. Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional e Ministrisë së Arsimit i ka thënë Kallzo.com se vendimi për suspendimin e nxënësit është marrë duke ju përmbajtur udhëzimit administrativ 06/2014. Prindi ishte ankuar ndaj vendimit në këtë agjenci më 26 nëntor 2025, por ata e kanë shqyrtuar si ligjërisht të pabazuar më 1 dhjetor 2025, pasi kanë përmendur se nxënësi nuk ishte përmirësuar dhe kishte vazhduar me sjellje jo të mira dhe kishte pasur mbi 200 mungesa të paarsyeshme vitin e kaluar. Kështu ajo është ankuar ndaj vendimit të agjencisë në Inspektorat të Arsimit. Pas shqyrtimit të rregullave, është e qartë që vendimi nënshkruar nga UD drejtoresh është i palegjshëm sipas ligjit për zyrtarët publik, duke qenë se ajo ka tejkaluar afatin për ushtrues detyre të drejtorit. Kjo do të kërkojë një shqyrtim të mëtejshëm dhe mundësinë e anulimit të vendimit. Jemi të informuar për raportin e psikologut klinik, i cili rekomandon që nxënësit të mos frekuentojë shkollën deri në dhjetor 2025 dhe të transferohet në një shkollë tjetër. Ky raport është marrë në konsiderat dhe nxënësi nuk duhet të pres për transferim. Ai mund dhe duhet të bëhet menjëherë, s'ka afat të transfereve. Ai duhet të ndjek mësimin alternativ dhe duhet të asiguroj vetë, merr një flet kalim nga shkolla dhe i drejtohet një shkolle tjetër ku ofrohet profili ngjashëm. Shkollat kanë obligim që në emër të bashkëpunimit ta pranojnë. Dihet fakti se në shkollat e mesme vihet me konkurs. Një vit më parë, ky nxënës e kishte përsëritur vitin e shkollimit për shkak të suksesit. Edhe në këtë rast, nëna e tij pretendon se shkolla kishte vepruar padrejtësisht. Para se ta përsëriste vitin, ajo thot se djali veç se kishte kryer praktikën, prandaj nuk i kishte ndjekur orët e praktikës dhe nuk kishte pasur mundësi të udhtojë te biznesi ku duhej ta kryente praktikën. Kurse ushtruesja e detyrës së drejtoreshës tha se kishin njoftuar prindin me kohë për përsëritjen e vitit shkollor. Thojnë e përsërit vitin me 7 të dopta, ku fëmija jam
ka pos mungesa në atë kohë për shkak të aktiviteteve që i ka pos, edhe fëmijës nuk ju ka afru mbështetje profesionale. Djali nuk ka shku në praktik, ka fillu praktikën me shku, sepse djalit, si stash edhe më herët, ju është përsërit pa drejtësisht vite. Edhe djalit i ka rao 2 vjet me ndjek praktikën. Kemi tentu që me kalu, edhe ju ka dhonë mundësia me ardhë më pyt, prej 2-3 mësimdhansve, ju ka dhonë mundësia, mësimdhansve në koridor kanë dalë, edhe kanë thirë, hajde pëto, s'paku një dysh me marë që mësë me përsërit vite, nuk i ka interesu. Aja nuk ndodhë me mungu dhe me marë të datë. Prindi ishte anguar në inspektorat të arsimit për shkollën, të cilët më pas e kishin inspektuar dhe kishin konstatuar më 27 shtator 2024 se shkolla nuk e kishte krijuar ekipin për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mos regjistrimit të nxënësve në arsimin parauniversitar, dhe nxënësit nuk i kishin dhënë mbështetje profesionale për mungesat në procesin mësimor. Prindi pretendon se djali i saj ishte bullizuar nga nxënësit tjerë pasi kishte përsëritur vitin dhe mendon se reagimet e saj i kishin penguar shkollës dhe kështu ata janë hakmar ndaj tij. Kemi pas komisionin disiplinor të shkollës, nuk e kemi pas ekipin e themelum, edhe me këshillën e inspektoriatit e kemi themelum. Në këtë rast nuk e kemi pas bashkëpunimin e mirë me prindër. Dhe gjithmona ka akuzu si shkollë, gjithmona ka shantazhu si shkollë. Ju nuk po dërni, ju nuk po sillni mirë, ju pe bullizani. Nëse prindi kish kërku bashkëpunim, na kishim ndihmu, edhe kishim kontaktu një shkollë, ku e kishim sistemu për 3 muaj. Në momentin që nuk vjen një dokument, mbas 3 muaj që ju ka ndjek mësimin, na nuk e pranojmë në shkollë. Për raportin e Inspektoratit të Arsimit të vitit 2024 nga Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional premtuan se do të kërkojnë shpjegime nga ushtruesja e detyrës së drejtoreshës se pse nuk ishte formuar me kohë ekipi profesional për nxënësin dhe pranojnë se kjo mangësi ka ndikuar në trajtimin e rastit. Në vitin 2023, prindi pretendon se djali i saj pas 2 muaj që kishte filluar mësimin, ishte suspenduar nga shkolla 3 ditë, me që kishte hyrë në shkollë përmes shkallëve emergjente, sepse ishte vonuar disa minuta për orën e mësimit. Në atë vit, sipas prindit, nxënësi ishte angazhuar me aktivitete sportive dhe kishin njoftuar shkollën për mungesat. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës shkollës deklaroi se në atë kohë 3 nxënës tjerë ishin suspenduar njësoj pasi kishin hyrë në shkollë përmes shkallëve emergjente. Më 23 gusht 2023, agjencia kishte hedhur poshtë ankesën e prindit ndaj masës së suspendimit të nxënësit, duke përmendur se nxënësi kishte pasur mungesa të shumta dhe kishte vepruar në kundërshtim me udhëzimin administrativ 06/2014 dhe rregullat e shkollës.